protestës, duke dëgjuar propozimet e sovranit për 22 ditë me radhë, po dalim sot para jush me këtë deklarat për të sqaruar protestuesit si të gjithë bashkomasit tanë, qoftë ata të pranishëm fizikisht në shesh, qoftë ata që na mbështesin me zemër dhe mendje, se kjo protestë mbar popullore dhe paqësore kërkon sa më poshtë. 1. Tërheqjen e panegociueshme të kryeministrit dhe të qeverisë. 2. Krijimin e një qeverie teknike tranzitore, jo partijake, me mandat 12 mujor. 3. Ndryshime kushtetuese, ku të gjithë shtetasit shqiptar të jenë të barabartë para ligjit, si dhe miratimin e saj me referendum popullor, duke përfshirë në të tjera ndryshimin e kodit zgjedhor, ndryshimin e ligjit për financimin e partive politike dhe organizatave të ndryshme, kufizimin e ushtrimit të detyrës së kryeministrit në jo më shumë se 2 mandate, të plota ose të pjeshme, gjatë gjithë jetës politike të një individi. 4. Paralelisht, ne nuk heqim dorë nga kërkesat fillestare. Anulimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për zonat e mbrojtura. Anulimin e ndryshimeve të bëra në ligjin për trashëgiminë kulturore. Shfuqizimin e paketës ligjore të njohur si paketa e maleve. Shfuqizimin e statusit dhe të kuadrit ligjor për investimet strategjike. 5. Një kontratë re sociale mes qytetarëve dhe shtetit, e cila do të përpilohet pas konsultimit me intelektual, ekspert teknik dhe qytetar apartjak, të propozuar nga sheshi i protestës. Këto janë kërkesat tona të qarta, legjitime dhe të panegociueshme, të dala nga zëri i qytetarëve dhe nga vullneti i sovranit. Ne mbetemi të vendosur në rrugën e protestës paqësore, demokratike dhe qytetare deri në realizimin e tyre. Shqipëria e shqiptarëve, jo e pushtetarëve. Shqipëria e shqiptarëve, jo e pushtetarëve. Shqipëria e shqiptarëve, jo e pushtetarëve.